Me premierën Sulkuqja, qendra kulturore e fëmijëve Gjergj Lacaj e mbështetur nga bashkia pas 30 vitesh rikthen në skenë teatrin e kukullave Xixillonjat Lezhë. Në ceremoninë promovuese ishin pranishëm kryeji i bashkisë Fran Frokaj, mësues, prindër, nxënës shkollash, fëmijë të kopshteve dhe artistë krijues të Lezhës. Në përshëndetjen e tij Frokaj theksoi se me përkujdesin e bashkisë dhe strukturave të saj, pas disa dekadash heshtjeje, bëhet i mundur rikthimin skenit teatrit kukullave aq shumë i adhuruar nga fëmijët. Fëmijët e kopshteve dhe nxënësit e shkollave të Lezhës gjithnjë do të kenë vëmendjen e bashkisë për t'u krijuar kushte normale mësimi e argëtimi. Kjo është një fillim, ky element është një fillim i përkujdesjes së bashkisë dhe strukturave të saj. Dhe është një përpjekje për të dhënë gjithë njerëzve që kuptojnë dhe jo vetëm me fjalë, por edhe me fakte që pavarësisht faktit të jetësi, ky lloj brezi, ky brez i arshëm është një brez i cili është në vendin tonë dhe do të jetë gjithmonë në ardhmen prioritet i punëve tona të bashkisë. Së shpejti do të krijojmë edhe një infrastrukturë në komunë për arsimin dhe për gjithë koshtet e qerrë për ngrohen. Pasi është një problem i cili është gënjërisht, dhe unë besoj se edhe ky problem të mbyllet brenda një afati shumë shkurtër që të krijojmë edhe atë kushte të mira për fëmijët. Unë uroj të gjithë fëmijëve të një shikim të këndshëm dhe shpresoj që të funksionojë vërtet fjala e marçetit që ky nuk do të jetë një eveniment sa për show, por që të jetë vërtet. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe udhëheqësi artistik i premierës Marcel Lacaj, duke falendëruar bashkinë për mbështetjen dhe trupin e aktorëve të kësaj shfaqje për punën e bërë dhe nivelin e lartë artistik të interpretimit, vurin dukje edhe kontributin e dhyer të zotit Abid Xhabia, që realizoi 2 premierat e para dhe të regjisorit Eshref Resuli, i cili arriti të shfaqë 72 premiera, ku mjaft prej tyre i shkroi vet ai. Padyshim që një kënaqësi e veçantë që pas 30 vitesh ajo kas e mrekullueshme, ai regjisor i shpëtzuesi, ato aktor të mrekullueshëm, Roprotani, Dul Halili, Shemsia, e shoqja e profesor Sherefit, mas 30 vitesh na rikthen në skenë pikërisht Sulkuqja. Po padyshim që të futen edhe me të ri, se futen kompozimi i mrekullueshëm i Flamur Toskës dhe Inezir Osmanit, edhe me aktor të ri, siç janë Markel Noka dhe Dhori. Kjo është një klasi e veçantë, një mund dhe një djerës, nëse fatkeqësisht në shumë rrethe janë shu, edhe këtu pas një gjumi letargjik pas 30 vitesh, sot na rikthejmë në skenë një në pjesët më të bukura me famë botnore Sulkuqja dhe emërtimin e kësaj trupe na kemi emërtuar Xixillonjat e Lezhës. Vërtet do të jenë të tilla dhe premiera e dytë do të jetë Pinoko. Kështu do të jemi në vjeshmëri për mi dhënë jetës së fëmijëve tanë të dashur të kopshtit, të klasëve të para në vijim. Sot Qendra Kulturore e Fëmijëve Gjergj Lacaj, duke patur si bazë mbështetje, eksperiencën e kontributorëve të hershëm Xhabia dhe Resuli, rikthen në skenë teatrin e ri të kukullave me emërtimin domethënës Xixillonjat e Lezhës.